18. Pjesët përbërëse të namazit, ruknet e namazit. Detyra e dytë islame është falja ditore e namazeve të përcaktuara. Namazi është detyrim fetar islam që kryhet duke bërë faljen dhe leximin e caktuar. Ai është shenja dalluese më e madhe e besimtarit. Çdo ditë falim 5 namaze: sabahun, drekën, ikindin, akshamin dhe yatsin. Çdo namaz falet në kohën e vet. Namazi është obligim nga Allahu dhe përbëhet prej 6 kushtesh, që janë brenda namazit dhe quhen rukne. Ato janë: tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë, leximi i Kur'anit, kërrusja apo rukuja, përkulja me fytyrën në tokë, sejdja dhe ulja në fund të namazit. Këto 6 pjesë përbëjnë namazin. Qëndrimi në këmbë, kërrusja, sejdja dhe ulja janë veprime trupore dhe duhet ushtruar zbatimi i tyre. Një qëndrim, qiyam, një kërrusje, ruku dhe 2 për ulje, sejdë, përbëjnë një rekat të namazit. Namazi mund të ketë 2, 3 dhe 4 rekate. Të gjitha ruknet duhet të kryen me saktësi dhe në mënyrë të plotë. Qëndrimi në namaz. Në namaz qëndrojmë të qetë dhe me përulësi, duke shikuar para vetës. Këmbët duhen mbajtur të hapura normalisht, rreth 4 gishta njëra nga tjetra, kurse duart të lidhura, e djathta mbi të majtën. Meshkujt i vendosin duart nën kërthiz, kurse femrat në kraharor. Qëndrimin në këmbë e quajmë qiyam. Kërrusja në namaz. Gjatë namazit kërrusemi, bëjmë ruku në 90 shkallë, duke i vendosur duart në gjunjë, kurse kokën e barazojmë me shpinën dhe shikojmë këmbët. Kërrusja e femrave është më e lehtë. Ky veprim quhet ruku. Bërja e sejdës në namaz. Nga pozita në këmbë përkulemi dhe lakojmë këmbët, duke rënë në gjunjë, pastaj duart, kurse mes tyre vendosim fytyrën, hundën dhe ballin. Kjo është sejdja. Nga sejdja ngrejmë kokën dhe duart e pastaj bëjmë edhe një sejdë. Nga sejdja e dytë ngrihemi për rekatin e dytë. Së pari ngrem kokën, pastaj duart e pastaj gjunjët. Ulja në namaz. Në namaz ulemi në gjunjë. Mashkulli ulet nëse mundet në këmbën e majtë, kurse të djathtën e mban të drejtë, me gishtat e lakuar. Femra i kthen këmbët në anën e djathtë. Duart mbahen mbi gjunjë me gishta të shtrirë normalisht. Syt shikojnë para vetes, në duar. Ruknet e namazit nëpërmjet imazheve, për meshkuj dhe femra. 1. Tekbiretul iftitah, apo tekbiri fillestar me të cilin fillohet namazi. 2. Qiyam, qëndrimi në këmbë në namaz. Meshkujt i vendosin duart nën kërthiz, kurse femrat në kraharor. 3. Kiraet, leximi i Kur'anit në qiyam. 4. Ruku, kërrusja në namaz. 5. Drejtimi i trupit pas rukuz dhe para sejdës. 6. Sejdë, përkulja në tokë me fytyrë para madhështisë Allahut xheleshenuhu. 7. Ulja e fundit në fund të namazit. Dhe 8. Selam, dalja nga namazi.